unë vetëm ditë them që ajo që kam pasur unë me atë, ka qenë reale, dhe ndjesia që kam unë për atë është reale. Nuk mund ta krahasoj me rastet e tjera, me femrat e tjera. Sepse nuk e di se si ka pas rastet e tjera dhe si ka rastet me femrat e tjera. Dhe është pak ofendim që të futen gjithë femrat në një thes. Çdo marrëdhënie ka peshën e vet. Dhe ndoshta vërtet, nga gjitha marrëdhëniet që ka njeriu, të gjitha përveç njërës, do të jenë gati me një thes. Se vetëm një marrëdhënie është ndjesia reale e cila do të zjas. Ti mendon se ti e kjo marrëdhënia për Lime? Nuk e di. Nga ana ime, ai për mua është i vetmi. Si e ke parë ti pra? Se ti kështu e ke paraqitur si një lidhje shumë të fortë. Ose si e ndjen se ti marrë foli për intuitën. Marrë foli për intuitën. Brenda që të ka frymzuar. Që ju komunikoni me intuit. Pra, mendon vërtet që je ti kjo femra në jetën e Limit? Nuk mund të ti veç edhe tjera në një thes? Në emër të Limit. Unë e ke përjetuar ti se i ke bërë reklam shumë të madhe kësaj historisë. Ndjesia ime është që ai është i vetmi për mua dhe në rast se ai zgjedh që të vazhdoj jetën me një femër tjetër dhe të krijoj familje me një femër tjetër, ndoshta është e rëndë që e them dhe do më thuajnë shumë njerëz që je budalle, po unë më mirë zgjedh të jem vetëm sesa me dikë që nuk e dua. Unë e kam vullos pjesën që unë e dua Limin. E kam të vërtetuar, të dëshmuar të vetja im në thellësitë e mia të vetes time. Të zemrës. Unë mendoj që po ngutesh shumë, Alba. Kjo nuk është ngutje nga unë, në moment unë nuk jam budallaqe, nuk kam lind ndje. Ju do thoni je budallaqe që thua se je 29 vjeç dhe nuk je 15 vjeç, për faktin që jam 29 dhe për faktin që e di se çfarë do të thotë një ndjesi reale, kur ndjesia ime për atë mua më ka zgjuar si Alba dhe më ka dhënë diçka që as trilionat e parave në botë nuk mund të ma ofrojnë, unë e di shumë mirë që ai është i vetmi për mua.